Vrenozin, më ndihmoni, ja ku e kam. Tër jetën të kam thënë njerë në studia. Tër jetën punon, ke punuar, po deti kos të bet për ty nuk vjen një gje mirë. Ti s'ka lugë. Edhe po bë deti, po bë gjithë deti kos, ti mbelesh pa lugë. Të gjithë kanë lugë, garush dhe kanë marë, kanë rëmbyer, qa kanë dashur, ti pa ashtu. Nuk kam fat, më dëgjo tani. Se janë pak me neva. Më duket të aparati që ke për para, bravo. Duhet ulesh pak se ti ikën pjesë e ballit, 1/3 e ballit, bashkë me tullën të largohet. Tani e në regull. Tani, hymë direkt në temë. Një sekundë se si dzeo. Të lutem një sekundë se janë pak me nerva, sepse para pak minuta, se ke bezitë të një fjallë, se Batona Gjiu ka thënë fat. Batona Gjiu ynë? Se ke problem të dhe. Analisti Batona Gjiu, po. Qa tha? Batona Gjiu i tha që në pekës, qarë përfaqëston i Livrenozi? Qarë përfaqëston, qarë është një të politike? Qarë është një të tani, ky njeri të më thot mua, merret me Vrenozi, nuk merret me Ramën, se Rama më mori mua telefon. I them Batona Gjiut, unë jam njeri thjeshtë, jam demokrat, jam popull demokrat, nuk jam si Batona Gjiu, një servil dhe një lëpirës i diratës. Se nuk e kemi këtu tani, mos e the, nuk lejohet. Unë do të thres një tjetër ty që të edhe batonin që se dhe flasë, palese tani, e thres se nuk na vjen më këtu tani, se ti po mo dënzora unë, disa herë, dhe the për batonin, për Antonin stua se hajde, se kë nuk është i mengjër, nuk është i mengjër të Antoni dhe nuk thua për këte, po më hyre mua këtu ti dhe fole për 4-5 veta, mos më vjen njeri. Tani të kalojmë direkt në temë. Direkt në temë. Po unë të thres, mos e qeko. Po batoni të njeri i rëndësishëm tani se ti. Po lere tani. Ishte e shtunë dhe unë isha duke pir kafe në mëngjezit, më bje telefoni, më met Niko Peleshi. I li qarë po ben, a zej, thash pori, na folin që këti miku tim, tha. Niko Peleshi i kosës, po. Miku tim, mora telefonin, alo, mirë mëngjez Vrenos, mbeta unë shastisa, thash. Ti nuk shastisa as njerë, po, tani këshu po e tregon. Ore u shastisa se me ndonja unë tani të më të telefonit i Ramën. Unë kam 12 vjetë të reshtë që e shaj e Tiramën me libër shpije dhe aju tani mua me në telefon si shok, si ku s'ka ndodhur asje. Sepse aju do të novela o ti se ke vënë re që e drama dita bëj këte më mirë nga... Me Lul Pashën dhe aju do të ashim me Livrenozin. Po unë i thash, sot, stop videove me Livrenozin, sepse unë nuk jam as Lul Pasha, as unë jam njeri i thjeshtë. Tani hyri zeri, fal minut, erdi hyri zeri i fali i dramës. Hyri në veshin tëndë. Qa mendove në atë momenti? Që tani edhe kryeministri vendit, se tani nuk po flasim. Hyri zeri ti. O jo, unë, dakor, po pëmishi jemi, ma normal. Pëmishi. Por, ndjeve një tronditje, një tani se kryeministri. Kur më tha që jam në Pogradec, edhe për gjysmë ore, një orë, vi në Korçë dhe të pi një kafe, pa pranin e kamera një kafe private, tani e imaginon do të ylli që ti të kesh një njeri që nuk e ke sharë 12 vitë reshtë, edhe të tëftoj për kafe mos do të ylli. A i e bën këtë punë? Jo, nuk ka, i tha dhe jam sënë simpatizant i videove të tua. Edhe të ka thënë edhe për vitët. Tani a është simpatizant i videove të mia, unë i them gruan futa keshe, po tani si e simpatizant i videove të mia. Atere këtu do ndërpresi. Ti i ke thënë të qëmë të pesa. Rama tha që ti... Jo, të lutem, pa nuk e vazhdojmë. Tani, a i ta një foto me i Livrenozin, Rama vetë... Edhe pasaj ishte piva një kafe me Vrenozin... Nuk janë mbyll derën kryeministrit, Rama. Po jo tani, mos bëj kështu, prit një minut. Nuk janë mbyll derën kryeministrit... Se me si të gjojës vla. Po, regulonin që i zërin tim, ju lutem. Rama ka deklaruar dhe ka thënë që ti ke thënë që nuk jam mbyll derën kryeministrit, por nuk e kam shtëpinë në gjendje të mirë. Pastaj... Pastaj, Vrenos, pritani. Tani, Niko Peleshin, se Niko Peleshi është ministri Ramës, si ka mundësi që ke mik ti tani?
që të merë ty. Dhe me Niko Peleshi thot që ka biseduar shpesh me ty. O ylli, po unë kam e numrin e djallë, me kam tër numrat mos. Tër numrat e deputetve Ore, nuk të themi jo tani. Po mos bëre gabim, o zotri. Se... Qarë gabim? Po ja tani aty ku ke mbetur ti, aty të gjithë kanë të rëtuarore, pas ta i kthehen prapë për shembull, i ke parti një pjesë të këta të deputetëve këta. Gjithë me Nikon janë, edhe PD, me Nikon është e të më duhet. Edhe PD-ja, mo. Si jetë me Nikon? Si me Nikon janë afër Si me Nikon janë edhe PD-ja. Erdhen tani me doktorin që të bënojnë deputet në nje. Pak më përpara e shanë. Këtu vetëm ty nuk po të zë... Rama. Nuk po të jo më këtë zë Rama, po... Niko. Nuk po shikon dhe punët e tua, mos e ke gabim o Vrenos. Ore, mos e gabim në këtë histori. Se doktorit tani ajo kapela i ka mbetur, ata janë kthyer ti marrin deputetin e të gjitha. Mos duhet ishe përgjigjur mirë ti këti. Se tani fillon dhe sharje dhe gjera këtu. Dhe mirë, pastaj të ndryrën dhe batoni, pastaj se... Të lutem shumë. Dëgjoj, unë jam shumë mirë në të ranaja dhe në fasullet e mia, vlajin. Nuk dua qetësin time, dua që ta ve kokën në orën 10 më darkë këtu, pa as Vrenosi i varfëresh, pa as nuk shitet, as nuk blihet, do thua shti i leri më këto, se aju që nuk unë blihet me pak leka, blihet me shumë leka. Vrenosi e që nuk ka lidhje fare me kompromise, me gjera, unë jam gjithmonë, pra ne jam kjo që jam, unë jam me 2-60 po fizi, unë jam si muzeu e Mberozës tu në shpi, se po t'isha servile. Po Vrenos, tani pyetja ime ashtu, zotri, pyetja tjetër tani. Më thuaj. Ke gjithë jetën Vrenos që lufton për Partinë Demokratike. Pse i ke varur shpresat e kjo parti, Vall? Jam i djathë, ylli, jam mi beu, jam i shpronar, vla. Po ke marrë gjithë prona gjithi? Po, Ilir Vrenosi e shpronar në ligjat e Benjës, ore. Kua? Në ligjat e Benjës dhe përmet. Në ligjat, ore. Po që lidhe kemë përmetin tani nga Korça, o zotri, se po në të regon jam ka përmeti ju në se s'tjep njeri ligja ty, o doktor, kep... Nga përmeti. Nga përmeti, po. Jam ka përmeti, ylli, shiko, yrë, dhe fisi i Ore, unë me ty Vrenosi... jam, po pse s'ti japin ligja tani ty? Doktori që e ke dashuruar, nuk të këthen të do të një ligjë ty një gje. Ore, po në janin, po ndërtojnë aty në ligja, ore, po ndërtojnë Rama në ligja, ore. Po ndërtojnë në tokën tonë, ore. Edhe s'na pjek njëri iqë. Kam 600, kemi 600 hektarë si fisi Vrenosi. 600 hektarë në ligjat, për shpish të nenës. Ore, zotri, 600 hektarë ke ti tani ke pranuar ligjin e sa... O, zotri, ti shkon lufton për Sali Berishën që bëri ligjin dhe i ndau pronat të kalen këtë ka dhenë këtë si pronar tani. O, Vrenos, a jenë në regull, më dha. Ore, thiri mendjes për vete se... Është i djathë. është i djathë, të e spjegoj me të djathën. Po me të djathën ke marrë se... Po nuk... Ore, unë jam i djathë, vla. Saliu ka qenë ish komunist, unë jam ish komunist, unë jam i djathë. Pasaj u be demokratë. Këto partit e reja, Vrenos, tani me Ramën e shduke momentin të vjen me kjo, se jo njerë, ka raste njeriu në fatë, prit, në jetën e vetë njeriu ka raste Vrenos, i vjen e mira ndërë, këtu, prit o zotri tani, këtu të vjen e mira ndërë ku nuk e kupton. Lulbas i erdi e mira në vitet tëra. Pam, pra e mira aty. Ishtë rasti rralla. Jo me dhe këti, zhjetë gjatë ndote pas telefonit, mo e. Lulli i këtë vati i shkontër. Këtu, Vrenos, këtu pjesës dërmuse, Vrenos, pjesës dërmuse të njerëzve, këtu ka ardhur e mira ndërë në mënyrën më të papritur të mundshme. Si jo ti të bje aji, të bje në Peleshi, dhe ti nuk... Rama se Peleshi ka marrë. Peleshin fillim se Peleshin e ke mik. Tani ti, Peleshin mik, po be edhe këte 5 ditë që të marrësh ligjat. Se ty të ka ligjat i ikën, po pritë më zotri. O, nuk e kam mik Peleshin, vla. Peleshi, edhe Peleshin, dëgjo mua një sekund. Peleshin e Sotiracin, kemi lidhje me Skënderbeun, sepse kemi pan deshit e Skënderbeut, kur ishte Skënderbeu mirë.
s'ka lidhje me politikën fare. Por ata të dy sa herë më shohin mua dhe sa herë përballemi më përshëndetin. Kaq, s'kam gjë lidhje tjetër. Më shkruajnë tani Më Vrenosi, dëgjove? gjithë po të shikojnë, është habije madhe të gjithë të shikojnë të ndjekin tani, se ti je nga personazhet më të rëndësishëm të jetës këtij vendi, ore. Kaq kështu si zhvillohet jeta këtu, në këtë vend, ti je zhvilluar ti je mjeshtër për ta zhvilluar dhe ti, por ti ke një problem. Ti i bie të mirës, o Vrenosi, i bie të mirës me kemë më zot. Ylli, thoi Ramës të lutem Vrenosi lere taj fasule dhe të ra nase atë mendje ka. Ja, i po të gjon tani, po me këto do na dëgjojtë kjo. Ose të gjo. Ose të gjo. Thoi të më rregulloj ato punat. Ti shes ato punat e në rregull jam unë. Të bëj një pyetje unë të pafund. Ja, ti bëj një pyetje. Çfarë problemi shikoje ti të pije një kafe me Edi Ramën? Çfarë problemi ka? Pishin kafe, mund shkëmbesh mendimet kundërta dhe të largohesh se Se inferiori e treguar në këtë rast. O vlla, po unë të të menë që të bre vlla. Do vinja të pija një kafe unë me atë, do beshe një foto, edhe Edi Rama do ta ite në Facebook, po pi një kafe me Edi Vrenozin. Edhe pastaj të gjithë të djatët do thëshin do më masakronin. U shit, u ble, ti i di shumë mirë këto gjëra tani. Se nuk jemi në vend demokratik, e pi kafe me Edi Ramën unore. Po mos je kjo, mos je fushata, para një viti, e pi edhe ja them ato mendime që kam. Por nuk që momenti që unë të vinja të pija kafe. Nuk e besu që Rama nuk abuzon. Ore Rama, tani me qka pire, qka ngërë me këta të tjerët, ti kishe të erdi fatin derë dhe i kërën me shkelm se asë njeris do t'i binde me shkelm në këtë mënyrë. Po kjo puna tënde, kafe në pinja të ti dhe iknje me respekti. To që zotri, faleminderit shumë. A ishtë do të kërkoj... Unë s'kuptoj një gjë, biznesmeni, pasi e mbylli me Ramën, biznesmeni përse e mori, se kuptovon. Që kush biznesmen? Ka marrë biznesmen? Ka marrë Edi Ramës më mori qish bluca. Kush që ka marrë? Pas Edi Ramës qish bluca. Unë s'kam tjenë që. Pas një minute. Gjergj Luca. Luca i merë shumë njerëse, Luca flet me shumë njerëse dhe me mua ka folur e tjetë. Luca në njefti, apo jo? Jo me jo, Gjergj Luca më mori, edhe më tha i lirë të kam qef, jam simpatizant i videove të tërë, ta janë simpatizant e videove të mija. Ja, të dashë. Ka një shokun tim, se dhe Luca për nga këto që pëndimo. Poli pak të ta një shokun tim, edhe më nëzori në telefon Syqin, i litë e Maliaj. Po Syqi pse ju në këtu tani, se kuptoj? Rime në luksin kose fundit. Ma nëzori Gjergj Luca në telefon. E po miro tani se tani Syqi... Edhe Syqi flet me gjithë ne gjithë, ti eqim këto tani hajde. Është interesante të dima e ka marrë doktori në bas komunikimit me Ramën dhe qëfar i ka thënë. Doktori të mori gje? Jo. Po ty kështë të pyet ka njeri fare, këte kod në i këte pase. Nesë jam e doktori. Asë një autoriteti i Partisë Demokratike nuk të mori. Nesër doktori ka... Se ti bie, o i liri, bie që pas ke bërë gjithë të luft kod, mo zotri. Se ty atë mori njeri nga Partia Demokratike. Se ja e bën pyetjen shumë mirë Mitrua. Mitrua, po më thotë mua, pyet e thotë... Po më morën deputete, po më morën... Të morën këta deputete këta. Doktori jo. Po doktori me të kapel që ka dhëndani, nuk të merë me sa të eqë kapel në Trumpit. Me doktori, po të tem nesër. Nesër vi në Korç, doktori. Kush? Doktori vje nesër në Korç. Po s'ka në takim nesër. Vje nesër. Tako nesër. Po takoj nesër du. Futi një takim doktori ti. Edhe nga i nati se bëre me këte, futi një takim. Me atë po e pi kapel. Se tani si krip do mbet e shtëri jetën, po futi të paktën... Krip e stallit. Edhe Vrenosë, se do ikim tani se kemi Arlind Qorin dhe me që kemi dhe Arlind Qorin, që do të futim tani me njerë, ti, a mund të më spjegë, këto partitë e reja, që mendim këti të pyetje fundit edhe? Se po, patë mendimin e doktorit dhe ti... Mos më ngatro mua me këto partitë e reja, e di pse. Sepse e di unë se më ngacmon ti, po tashi, unë jam që unë isha për bashkim të gjithë e djata. Ti dhe të beri doktori, nuk u afruan, tani qatë të themu? Nuk u afruan, të pati. Të bashkoshi të gjithë. Për Luli Bashën, qa mendimi ke? Për Luli Bashën? Përveç këtë? Ta që Luli Basha baroj politikisht edhe fillovi bende Kargjostreqe me Edi Ramën. Do men Luli Basha është... Ja kam shkrojtur më në shtator
kur përjashtovi Berishën, i kam shkruar në WhatsApp. Lul Basha vdiqe politikisht. Ai nuk e kuptovi, po në Ja kuptoj ke shkruar ti. Dëgjoj tani, Ilir. Po, Tani fushat elektorale është kjo. Ti tani ke vendosur për ato të mbash groshin, të hash groshin vllai këto. Edhe kjo nuk është model i keq, e kupton? Model i mirë është. Është normale ta bëjë këtë gjë njeriu. Po shumë njerëz në botën që jetojmë bëjmë përpjekje për ta parë dhe më ndryshe jetën. Ty kur të afrohet rasti, edhe mund ta kapësh. Se për shembull, po ta kishin këta që janë bërë kandidat të PD-s, po ta kishin këtë rast, të kalonin tani, nga kandidat kalonin këtu. Me një... Po... Sa u bën, sa kaluan. Sa kaluan? Thotë Abelikaj. Ti mbete kështu. I pasë të dori. Ku e di unë tani, po unë kod nuk të kam thënë atë që deti kos të bëhet ti, zinët lukse. Pjeri kësaj, se gjendja... Do shta dekoron Partia Demokratike, si qëndrestar. Ti mund të marrë një dekorat qëndrestari, thotë Mitra, dhe që është mirë atere... Në 11 maj, Ylli Rakipi, unë e di që është shumë e vështirë, e di dhe që si e mendon ti, e si e mendojnë të gjithë, po na mori dhe njerë mo Ylli Rakipi, po kemi 12 vit, edhe po të qe Berisha në pushtet, unë do votonja kundër në qoftë se do rinte më shumë se 8 vit, për shpirt të nënës. Jo, ma i ikën vetë, a i mund të rinte edhe 18 vjet, mo he, po a i vjen bën një gjë që i ikën vetë pastaj, nuk është se e që njeri për Berishën, mo. Se se eq dot, po a i ku... Se e që dot, njeri se e që dot, ikën vetë a i. Bën një gjë do ty, bën pun të madhe dhe ikën. Hajde i lirë se janë thellu... Shiko, ti përpikesh... Shiko, ke filluar të përpikesh të thellohesh shumë. Sa më Ka shumë... 12 vite dhe 4-16 vite. Sa më shumë të thellohesh... Ilir, sa më shumë të thellohesh, aq më keq është. Ri më mirë si që bëjnë të gjithë këta, se sa thellimin e madh që bën. Mendimin e gjatë. Nuk të ka rënë kot Peleshi. E ke djegur. Hajde tani. Nuk ka që. Faleminderit shumë. Okej. Faleminderit shumë, që ndryre. Dhe Batoni ka thënë një fjalë kështu, mos jam erdhe për shumë kështu. Tako, pire një kafe me Batonin. Me Batonin do ta marr unë për si për të pish një kafe. Dëgjoj mua. Jo. Se Batoni nuk të jep gjë, edhe sikur të ulesh në kafe, mo. As nuk të merr, as nuk të jep. S'ka as podcast. Podcast nuk ka, mos qaj kokë. Hajde miru pafshim, faleminderit shumë, se po vjen Arlindi. Faleminderit. Ad respekten. Miru pafshim, faleminderit.